Nga sheshi Liria, ku janë zhvilluar protestat e vazhdueshme të banorëve të zonës historike të qytetit, projekti TID mbërriti dhe në sallën e Këshillit Bashkiak. Mbledhja e radhës e Këshillit u zhvillua ndërsa në sallë vinte jehona e thirrjeve me megafon të pjesëmarrësve në protestë, që kërkojnë prej disa muajsh tashmë anullimin e projektit. E ndërsa 7 pikat e rendit të ditës u miratuan në unanimitet votash nga këshilltarët e PS-s dhe ata të opozitës, pjesa tjetër e mbledhjes ju dedikua pyetjeve mbi projektin TID. Këshilltarët Ardian Muka dhe Anisa Ibraj kërkuan nga bashkia sqarime lidhur me dëgjesat publike për llogaritjen e shpronësimeve, si dhe aspektet ligjore të projektit TID, ndërsa pyetje për Këshillin Bashkiak kishte adresuar dhe përfaqësuesja e banorëve, arkitektja Antela Koja. Në përgjigjen e tij, nënkryetari Elio Jani sqaroi mënyrën e përllogarities së vlerës së shpronësimeve. Ligji për shpronësimet flet qartë, janë 2 momente kur një grup pune, siç është rasti jonë, rastin e Bashkinë e Dusit, ka mundësi për llogaritjen e vlerës. Janë 2 momente, një me shpim reference dhe dyta me kontratë shpërblet të 3 muajve të fundit nga SHK-ja. Ne për hir të vërtetës kemi zgjedhur kontratat 3 muajve të fundit të referuara nga SHK-ja sepse ka vlerë më të lartë dhe vlera ka qenë 78.000 lekë të reja. Kjo është vlera në SHK-ja. Bashkia funksionon me dokument zyrtar me ligjin shtetit shqiptar. Ligji shtetit shqiptar parashikon që SHK-ja është organi vetëm zyrtar. Ne nuk morëm referencat për kohën, sepse referencat ishin shumë të ulta dhe menduam për mirë të gjë, menduam të vlerësonin në pjesën e kontratave të muajve të fundit. Sqarimet e Janit dhe drejtoreshës juridike Alneida Roshi nuk lanë të kënaqur arkitekten Koja. Replika e nisur prej saj u pasua nga reagimi i këshilltares Eda Harizi, e cila për shkak se erdhi me vonesë në mbledhje, ju hoq mundësia për të kërkuar sqarime nga përfaqësuesit e bashkisë. Hapeni dhe shikoni, ju e para si juriste, është një ligj 169/20/2020. Ku thotë çdo person duhet të merret me firmë. Po ky nuk është citim, këto nuk janë përgjigje të pyetjeve. Përgjegjësi kanë të gjithë dhe përgjegjësi kanë dhe këta. Nga një projekt merimetus, restaurus, për zonën historike që është zemra e Durrësit, në një projekt shkatrus, i cili shem banesat e qytetarëve të Durrësit. Pas një lloj marrëveshje, pas një lloj kontrate me ata që janë qytetarët e lishëm, pronarët e lishëm në breza në ato zonë që është zemra e Durrësit. Asnjë përgjigje konkrete, si u titërsua ky projekt, nga një projekt restaurus për zonën historike, në një projekt i cili shkatronte dhe merrte në mënyrë të dhunshme shtëpiat e Dursakëve të vjetër. Ndërkohë, në përfundim të mbledhjes, thirrjet Turp dhe Hajdut shoqëruan ndaljen nga ambientet e Bashkisë të Këshilltarëve të Majt. Për banorët e prekur nga projekti TID, protestat mbeten në rrugët e vetme për të kundërshtuar me forcën e fjalës shëmbjen e banesave dhe bizneseve të tyre, përballë zërave të banorëve që kërkojnë të mos dëbohen nga pronat e tyre, qëndron heshtja institucionale në nivel vendor dhe qendror.